kalu këtë situatë në cilën gjendet politika e Kosovës, nuk mundemi me kalu në hapin tjetër, janë duke dominu fyrjet në rrjetet sociale, një ushtrie tërë e të gjitha partive politike duke e fyr njëri tjetrin, në të njëjtën kohë kandidatët të cilët janë të partive politike, kandidatët për deputet, nuk e sheh në asnjë status të tyre, në asnjë paraqitje të tyre programin për zhvillimin e shtetit Kosovës, për mirëqenien e shtetit Kosovës, për të ardhmen e shtetit Kosovës. Të gjithë luftojnë me njëri tjetrin për pushtet dhe asnjë për shtetin e Kosovës. Në vend që të flitet për arsim cilësor, ju e dini shumë mirë, domethënë se kur renditemi me PISA, në vend që të flitet për infrastrukturë shkollore të arsimit, që kudo që hyn, në çfarë du shkollë në Kosovë, ku ndërmon erë e keqe, në vend që të flitet për përmirësimin e kushteve të nxënësve, të studentëve, në vend që të flitet për zhvillimin ekonomik, në mënyrë që t'i ndalim edhe ata pak tri që na kanë metë në Kosovë, mos me dalë jashtë Kosovës, këta i gjejnë